Një film i mrekullueshëm do të mirëpres dashamirët e komedisë në kino hyrje Hana në Gjakov këtë të premte me 1 maj. Menaxhera e marketingut në kino ka treguar që përveç premierës do të ketë edhe një lojë shpërblyese për shikuesit. Këtë javë në kino hyrje Hana kemi një super premier, filmin The Devil Wears Prada 2, ku e kemi organizuar një giveaway. Vetëm duhet ta blesh biletën dhe merr pjesë automatikisht në lojën tonë shpërbyese. Disa për shpërblimeve që ne i kemi bë janë një manikür nga Elda Sheu ose Sol Studio, një muaj fitness falas nga Fitness Center, një prerje flokësh nga Ardit Creative Studio, një palë syze nga Optika Ruka, një palë toke nga Maison 27, 2 persona nga 5 seanca dobësimi nga Edona Center, po ashtu edhe për 2 persona nga një analizë të përgjithshme nga European Clinic Laborator. Ju mirëpresim të vini ta shikoni këtë super premier të premten me 1 maj në ora 20. Filmi tregon për personazhin Miranda Priestley, që përballet me rënien e revistës Runway përballë sfidave të mjeteve të reja digjitale. Andy rikthehet pranë ish shefes së saj për ta ndihmuar të modernizojë revistën dhe të mbijetojë në tregun e ri. E në anën tjetër, Emily mban në dorë fatin financiar të perandorisë së Mirandës. Ky bashkëpunim i detyruar mes ish rivaleve krijon një luftë të re pushteti dhe intrigash në botën moderne të modës.